Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar presionin ndaj Tiranës për të goditur bandat kriminale, teksa përdit ka lajme nga mediat ndërkombëtare se vendi ynë është kthyer në çerdhe pastrimi parash të trafikut të drogës dhe bandat kanë lidhje me politikën. Amerikanët duket se janë vënë në lëvizje. Sot e ngarkuara me punën Nancy Van Horn zhvilloi një takim të parë zyrtar me ministren e re të brendshme, Albana Koçiu, ku mesazhi ishte i qartë: nuk do të ketë asnjë tolerim për rrjetet kriminale që operojnë në Shqipëri dhe rajon. Sot Nancy Van Horn theksoi edhe një herë për kushtimin e qartë të presidentit Trump për zhdukjen e karteleve dhe grupeve kriminale ndërkombëtare gjatë takimit të saj të parë me ministren e re të punëve të brendshme, Albana Koçiu. Duke punuar së bashku, forcat e rende të Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë mund të çmojnë rrjetet e palishme financiare dhe të mohojnë strahimin e sigurt për trafikantët e drogës dhe terroristët, duke i bërë të dy vendet tona më të sigurta, thekson ambasada. Ajo që bie në syre se Van Horn e ka vënë disa herë theksin te krimi organizuar. Të njëjtën gjë tha edhe në takimin e parë që pati me ministrin e drejtësisë, ku e bëri të qartë se SBA kërkon luftë ndaj bandave kriminale, duke hapur rrugën për bashkëpunim më të fortë në fusha me interes të ndërsjellë. Sot e ngarkuara me punë Nancy Van Horn takoi ministrin e drejtësisë, Besfort Lamallari, në fillim të mandatit të tij të ri. Koordinimi i efektshëm me sistemin e drejtësisë penale në Shqipëri është kyç për çmontimin e krimit të organizuar dhe grupeve terroriste, një nga përparësitë kryesore të administratës Trump, shpreh Van Horn. E njëjta gjë u përsërit edhe në një takim që e dërguara e SBA pati me Altin Dumanin pak ditë më parë. Shtetet e Bashkuara janë krenare që bashkëpunojnë me SPAK në përparësitë tona të përbashkëta për të goditur organizatat e rrezikshme kriminale ndërkombëtare që kërcënojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe të Shqipërisë, shpreh ambasada. Dyshimet janë se në tryezë janë vendosur të dhëna konkrete për veprimtarinë e disa grupeve shqiptare që operojnë brenda dhe jashtë vendit. Dosjet e hartuara dhe agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit përmbajnë informacione mbi rrugët e trafikut, pastrimin e parave dhe mbështetjen politike që u sigurohet këtyre strukturave kriminale.